Ne, a e kujton momentin kur ti ke vendos me u marrë, edhe me u marrë me artin, me u aktor. Ose, po e bëj pyetjen pak më ndryshe. Cilat kanë qenë ëndrat tua si fëmijë? Na i projektojmë disa role, i projektojmë disa profesione, mas ne rrugës, ose ndjejmë, ose dikush na thot që ti je për çit punë. Kur ka ndodhur që kjo? Kthehemi në fëmijë të hershme në Kumanov, atje, unë kam qenë nxënës i mirë në shkollë, dhe ka pas arsimtar gjithmonë kanë ndikime të orientojnë aty këtu, dhe një nga ata që ka pas ndikim në orientimin tim që të merrem me art ka qenë profesori Qani Haliti, profesori gjuhës shqipe, i cili njëjtën kohë, sepse në kohën e ish Jugosllavisë organizoheshin këto shtëpitë e pionerit, në të njëjtën kohë merrej me aktivitet me udhëheqjen e grupit letrar në kuadër të shtëpisë pionerit, dhe në atë kohë mua më përzgjodhin nga të tjerat që të jem pjesë e grupit letrar, ku merreshim kryesisht me poezi dhe orë letrare. Dhe pastaj kur unë atje u angazhova, ekzistonte edhe grupi dramatik, të cilin në atë kohë udhëheqte profesori Mumin Zeqiri, i cili tani ka ardhur ai të jetojë në Kosovë, në fushë Kosovë, është një etnolog shumë i mirë, dhe unë atëherë i kam marrë hapat, po them, atëherë është brumos kjo ndjenjë, edhe pse s'm pëlqen të them si ëndra, sepse për të pa ëndra duhet të flejmë. E një fëmijë që fle, rritet, po një popull që fle zhduket. Unë mendoj që sa më gjatë që shohim ëndra, është koha e gjumit. Ne s'kemi kohë për gjumë, kemi kohë për të ecë përpara, për të realizuar ato çfarë kemi mendu. Mandej rrethana të sollën asisoj që në Kumanov bën mbyllje e shkollave shqipe, dhe unë isha me pjesën aty në nxënësve që edhe bëm organizime, po edhe ishim pjesëmarrës në ato demonstratat dhe e famshme. Domethënë bojkotuam fillimisht mësimin e paraleleve të përzyera, pastaj erdhëm në Gjelan në shkollë të mesme, pastaj gjatë vitit 88-29 gusht bëm demonstratat atje, pastaj një pjesë e madhe jona u përndoqëm dhe nuk kishim të drejtë të ktheheshim. Pasi që mbarova domethënë shkollën e mesme, erdha në Prishtinë, por në Gjelan ekzistonte teatri i qytetit, i cili në atë kohë funksiononte si në atë organizim si gjysmë profesionist. Jo, gjithmonë po flasim vitet 88, ende pa ardhur pjesa si gjysmë profesionist, sepse në Kosovë në atë kohë ishin dy teatra kombëtare ose teatr popullore që quheshim, ishte Teatri Popullor Krajinor i Prishtinës dhe Teatri Popullor Krajinor i Gjakovës. Domethënë këto dyja ishin në nivel nacional, ta quaj. Kurse teatrët tjera, jo shumë, por 2-3, si për shembull rasti në Gjelan, quheshin si gjysmë profesionale. Kishin një trup të një regjisori, 2 aktorëve, dhe unë kështu në atë kohë punum në një shfaqje me regjisorin Rushdi Mehmeti, Vdekja e Gjergjezit, sipas rrepullarit të Beqir Musliut, dhe ku ishin në role kryesore Adem Muji, ndjes pas, e Merem